Fazil was just sent to the Shadow Realm by Kike Brito after all that talk he was doing, thinking he was Conor McGregor or something. So I'm the next fucking Nama Fazil, then the fucking... Kemi këte arroganti këtu Nama Fazilin, që gjithmonë ky para neshjeve kur ishin këto që takoshin që flisnin, ky gjithmonë i ofendon të tjerë për dorë të venin. Unë jam nga Kurdistani, unë jam këtu, do të bëj këta, do t'i hoj gjallë, do t'ju raf, you are my bitch. Gjithmonë një farë arrogancë duke menu që është moshkulli i fundit më tëk, që di me lëftu. Qa në dhe, një u fut të një këtu më zbore ka zërë knockdown, tani ti që i ka bo këti? Ti ka nëzirë kret ego që ka pas marrë ati si moshu, kret ego jashtë duk. Sepse kur ndërtot një farë ego i tilë, se unë jam më i mirë, unë baj këta, unë baj ata, ky ego të gjithë meshkujve do i ulet, do i iqet. Kush do që ti është ti? Na këtë njerëz njemi njësaj. Unë nuk mund të dishoj në punën e një moshkullit tjetër, kur edhe ai është lëftetar. S'mund të dishoj. E vetëm gjë që ka lezete, që ka burni, nuk duhet me fol për avokut. Unë e kuptoj që duhet me shit bileta kësaj gjanash. Po, deri bileta duhet të shiten si rezultat i punës që ban ti. Se sa i ofti e mëringjës, sa i of flet. Se del që sharak në publik. Tani, po ta shikoni intervistën se si është rikthy tani ky si njeri, ky është kthy kretari si pule lagur, si macë lagur. Nuk funksionon kështu kur duhet me qenë gjithmonë, duhet me lan veprat me fol, se po mundon me marr shembull punën e këtij, duhet me lan veprat me fol. Duhet me lan veprat asnjëherë llafet, duhen veprat me ça pyllin. Jo llafet. Ti mund të jesh i fortë, jam këtë dakord, po ti tani qa ndodh tani me ty? Qa ndodh me ty tani ke këtë njërzimin, edhe s'mundi mbi ndishtirë, këtë njërzimin që tollën lesh me ty. Dush me gjanë tipik, në gjëllë e gjoje edhe në jetën e përdirshme, duhet me gjanë i përullur, nuk e ditë që qëtë pret jeta, qëtë pret e nespja. E shikon për shembull ki Jurgen Uldedajn, King, kur bat face to face me kundërshtarin, rri taman tipik, e len veprat me fol. Do vjen i ditë që Jurgen Uldedajn do shesi biletat forta, do shese fort, sepse është tip, është serioz, fol me vepra, nuk flet me llafe, nuk duhet me çak të lloj mënyre, edhe mjetërale, edhe këngëtarë si je, unë jam më i miri, qetëso King, se do vije dikush tjetër, do të nxjerrë knockdown. Qetëso ti lej punet me fol, çdo lloj gjoje, në fitness, në karate, në jiu-jitsu, gjithçka lej punën, ler veprat flasin. Asnjëherë mos fol për avokut, asnjëherë mos nënvërso kërkan. Orë mos nënvërsos fëmijën e vogël, kërkan fore. Rri gjithmonë aktiv, duke i vlerësu njerëzit. Ja tani channel. Do të bëj këta premtime e gjana sane grusht për tokë. Këtë fytyra tik. Jo mbrapa justifikime, jo hanga grusht. Po të qafën të rizone justifikime. Shut the fuck up, po të qafën. Zdëna me dit, mos më pa fol. Kam desh, unë kam besu për shembull që ti je i fort, po unë s'kam desh me një gjuhë llafe, bla 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 bla. Duhet më arrit njeriu që një fazë që lekun ta fitoje vetëm kur ta kape kamera, aty të fitohet leku. Aty duhet më arrit. Ose vetëm kur të përmendet emri i tij, aty të shiten biletat. Jo kur dalin llafet e tuaja për fëmis nga goja, po flasim me çdo lloj teme, jo vetëm këtë shembull e boksit, po me jetë përditshme. Nuk duhet vetëm kur dalin llafet e tuaja si fëmijë nga goja, mbaj këta, mbaj ata. Na intereson ti ç'a mendon. Na duhet me pa vepra njeriu. Njeriu veprat flasin më shumë se fjalët. Bëjnë me kuptu personalitetin tanë më tepër se fjalët. Duhen veprat. Kjo është më e rëndësishme se të gjitha gjanat. Vepra shumë, fjalë pak është kur ti fiton respektin. Vepra shumë edhe fjalë pak. Këtu fiton respektin të njeriu. Ciao.